Unë jam heteroseksuale. Unë jam gay. Unë jam biseksual. Ndërsa mua më intereson barazia. Doni ta dini pse? Sepse diskriminimi është një realitet i përditshëm për personat gay, biseksual dhe transgjinor. Imagjinoni të jeni duke ecur në rrugë dhe dikush t'ju ra ose vras vetëm për atë çka jeni. Mendoni të mos jeni në gjendje t'i raportoni këto raste për mungesë besimi në institucionet përkatëse. Imagjinoni të braktiseni nga personat të cilët doni më shumë, se zbulojnë orientimin tuaj seksual. Shumë adoleshentë gay, biseksual dhe transgjinor që u tregojnë prindërve të tyre dëbohen nga shtëpia. Imagjinoni të shkoni çdo ditë në shkollë me frikën që dikush do t'ju rrahë ose ofendojë për shkak të orientimit tuaj seksual. Të rinjt homoseksual, djem dhe vajza, biseksual dhe transgjinor janë 4 herë më të predispozuar për të kryer vetvrasje sesa bashkëmoshatarët e tyre heteroseksual. Si të ndiheshi nëse do të mohojë trajtimi mjekësor për shkak të identitetit tuaj gjinor apo të orientimit tuaj seksual? Imagjinoni të mohohet e drejta punës, ose të punoni në presionin e diskriminimit nga kolegët tuaj. Mendoni se për të mos jeni të lirë fitoni dashurinë tuaj. Këto janë vetëm disa arsye pse ne kujdesemi për barazinë. Është koha që gjërat të ndryshojnë. Të gjithë duhet të angazhohemi. Duhet na interesojë të gjithëve. Mua më intereson. Po ty?